Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. U nda nga Gert Vaso prej tradhtisë. Enada Hoxha i jep mesazhin e fortë gruas që i mori burrin. Pak kohë pas ndarjes nga bashkëshorti i saj, koreografi dhe balerini i njohur Gert Vaso, artistja e njohur Enada Hoxha ka folur për herë të parë në një intervistë televizive mbi këtë kapitull të dhimbshëm të jetës së saj. E ftuar së fundmi në këtë emision, ajo u shfaq e qetë dhe e përmbajtur, por ndërjeshta nuk munguan emocionet dhe ndjeshmëria që e kanë shoqëruar në këtë periudhë sfiduese. Pas më shumë se 2 dekadash bashkëjetesë dhe një karriere të përbashkët në skenë, ndarja e çiftit u bë publike vetëm vitin e kaluar, duke surprizuar publikun shqiptar që gjithmonë i kishte parë si një nga çiftet më të bukura dhe më të qëndrueshme të botës së artit. Të dy janë bashkëprindër të një djali dhe gjatë viteve kanë ndërtuar një profil të admirueshëm profesional, duke kontribuar në rritjen artistike dhe skenike. Në intervistë, Enada u shpreh me qartësi se tema e divorcit për të është e mbyllur. Fati e deshit të ndodhte kështu dhe unë këtë temë kam mbyllur me kohë dhe nuk dua ta diskutoj më. Megjithatë, ajo nuk e fshehu se është ndjerë e lënduar, sidomos në lidhje me mënyrën se si gjithçka përfundoi. Thjesht dua të them që nuk do doja që në vendin tim të gjendej asnjë grua dhe vajzë të mos përjetonte një situatë si kjo që më ndodhi mua. U shpreh balerina me një mesazh të fortë jo vetëm për ata që përjetojnë ndarje, por edhe për ata që e shkaktojnë. Fjalët e saj lanë të kuptohet se në prapasken ka patur plagë të thella, të cilat ajo ka zgjedhur t'i shërojë në heshtje dhe me dinjitet. Nuk dua t'ja uroj këtë as atyre që shkatrojnë familje, por mbi të gjitha atyre që besojnë ende në familje dhe në dashurinë e vërtetë. Përfundoi ajo duke dhënë një mesazh të dhimbshëm, por gjithashtu frymëzues për gratë që zgjedhin të ecin përpara pa u kthyer pas. Ndonse nuk hyri në detaje për shkaqet e ndarjes, shumë ndjekës të çiftit kanë spekuluar për tradhti dhe mosmarrëveshje të vazhdueshme, ndërkohë që vetë Enada ka vendosur të mbajë një qëndrim të rezervuar publikisht, duke ruajtur imazhin e një gruaje të fortë dhe të pavarur. Sot ajo është rikthyer me forcë skenës dhe projekteve të saj artistike, duke dëshmuar se fundet e vështira mund të jenë edhe fillime të reja.